nuk i përshtatet Rusisë që siç deklaron dhe vetë presidenti Putin, neve bëjmë ndërhyrje kirurgjikale në Ukrainën etj etj. Pra, po të ishte ndonjë Izrael në Gaza, ai do ta përdorte, po Rusia për momentin nuk ka ndërmend ta përdori. Zoti Pumo, sa realisht është i synueshëm ky sistem i pandalshëm? Po, unë nuk jam, domethënë ekspert, domethënë në raketa, sigurisht që të vlerësoj, po si flitet që për momentin ato sistemet radare perëndimore nuk janë në gjendje ta kapin, se edhe trajektoria e lëvizjes është shumë ndryshon vazhdimisht, dhe për këtë domethënë nuk është e parashikueshme lëvizja e raketës, e pakapshme. Qartë. Mirë, zoti Pumo, nga ana tjetër, a jemi përballë një faze tashmë ku armët strategjike po përdoren më shumë si një instrument politik se sa për përdorim real? Po, është pjesë e politikës, kanë qenë dhe kanë mbetur si pjesë e politikës botërore gjithmonë, është një treg, është një pazar, me që është dhe Trumpi, domethënë në pazar, do bëjmë pazar me Trumpin, thonë rusët. Por, domethënë, kuptohet që mundësitë e këtij vendi të paktën të drejtimi janë të pashtershme, është vendi që ka më tepër koka bërthamore se në çdo vend tjetër botëror në botë, domethënë mbi 6.000 koka flitet. Pra është një mos gaboj, mund ta shkatronin botën 50 herë, domethënë. Kjo është një fakt që duhet marrë në konsiderat. Gjithsesi, rusët thonë që janë të disponuar të negociojnë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për një marrëveshje të re për kufizimin e armëve bërthamore dhe raketore. Gjithashtu flitet që edhe Kina, siç deklaroi presidenti Trump, mund t'i bashkojë kësaj marrëveshje, sepse në fakt arsye pse u prish marrëveshja mes Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë që në momentin që rusët dhe amerikanët po qarmatoseshin, Kina po shtonte arsenalin e vet. Dhe domethënë edhe në kohën e Bidenit biles këto marrëveshje kanë qenë në funksionim mes Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi superfuqi do të gjejnë mënyrën për të ujdisur në këtë drejtim, sepse nga kjo varet edhe një pjesë e mirë e sigurisë botërore. Mirë, zoti Pumo, nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka bërë dhe disa deklarata të forta duke akuzuar kështu kryeështetet europiane se po punojnë kundër Shteteve të Bashkuara në përpjekjet e tyre për të arritur një marrëveshje për Ukrainën. Sa e bazuar është kjo deklaratë dhe cilat janë dhe interesat strategjike të Europës që mund ta shpjegojnë të gjithë të sjellje? Pavarësisht nga, domethënë, atë çfarë përfaqëson Lavrov, atë që vërejtja që ai bëri dhe indikimet që ai bëri janë të logjikshme sipas logjikës së Kremlinit dhe në gjitha momentet kur presidenti Trump dilte me iniciativa për paqen në Ukrainë, gjithmonë vendet perëndimore, sidomos Treshja e Madhe ashtu i quajtur, pra Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca, gjithmonë bënin kundër propozime që e sheshonin këtë përpjekje të Trumpit dhe paqja nuk arrihej vazhdimisht kjo gjë. Për këtë arsye, kohët e fundit dhe Witkoff më saktë është munduar që të mënjanoj nga njëra, domethënë një implementim të madh të vendeve perëndimore në procesin e paqes. Kuptohet që perëndimorët nuk janë në asnjë lloj mënyre dakord, sepse po duket sikur ka një frym të një Jalte 2, ku mund të bien në ujdi rusët, amerikanët dhe kinezët, mbasi edhe indianët, por Europa është lënë më një anë, pasi Europa dhe në të kaluarën në fakt ka qenë një vend me politikë vasale nga Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe në një moment të caktuar kanë qenë ata që kanë qenë luftënëzitës. Le të kujtojmë inkursionin e Johnsonit në Kiev, kur lufta mund të mbaronte brenda 2 javësh pasi filloi. Por ata i inkurajuan Zelenskin për të vazhduar më tej dhe nëse atëherë do të ndalojë lufta, Ukraina nuk do të humbte kaq shumë territori sa po humbet në këtë moment. Zoti Pumo, nga ana tjetër, Lavrov përmendi Berlinin, Londrën dhe Parisin dhe vendet baltike këtu si aktor kryesor. Cilat janë të gjitha motivet kryesore të vendeve për të ndjekur edhe një politikë të pavarur ndaj të gjithë krizës ukrainase? Po, këto vende, domethënë të përmendura, kanë qenë historikisht, kanë pasur probleme me Rusinë, nganjëherë kanë sulmuar ata, nganjëherë kanë sulmuar Rusia. Mos harrojmë që edhe Polonia ka sulmuar Rusinë në mesijet e tjera dhe që janë dhe fillon armiqësie, le të themi.
Dhe sigurisht që është dhe feja që ndikon, domethënë sepse janë popull slav, por me që këta janë domethënë ortodoks ata katolik, edhe kjo ndoshta ndikon edhe në mentalitet, por edhe biles në Rusi tregojnë dhe një anekdotë mund të jetë trisht, por që është edhe një farë mënyrë e realitet. Kur dy UFO bisedojnë me njëri tjetrin, thonë që po mërzitemi pak, tha, çfarë të bëjmë, tha, të bëjmë në një luftë në botë organizojmë, po këtë sulmojmë, tha, po si ç'është kjo pyetje, sigurisht që të Polonin, tha. Kështu që, pra, dua të them që vendet balltike dhe Polonia kanë një eksperiencë të hidhur në marrëdhëniet me Rusinë, edhe në të shkuarën, dhe prandaj tashmë ata janë të irrituara dhe janë nga vendet që janë më pak me kompromis, domethënë kashi Rusisë. Rusia ka të qartë që domethënë në këto vende domethënë është siç deklarojnë në Kremlin, rusofobia është maksimale. Prandaj preferojnë që të kenë punë dhe të zgjidhin të bëjnë ujdi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sipas edhe Lavrovit ka deklaruar që është i vetmi udhëheqës në Perëndim që është qasur maksimalisht dhe po mundohet të kuptoj aspiratat e Rusisë. Qartë, do t'i po më nga ana tjetër, të gjitha këto deklarata tensionuese të Rusisë, si mund të ndikojnë në dialogun midis SBA-s edhe Europës për të gjetur një zgjidhje këtu për Ukrainën? Po, me sa kuptoj unë, ka ngelur tashti shara në gosht për sa i përket territoreve dhe sidomos atë pjesës e Donbasit që ka ngelur pa u marrë, është një 19% e territorit të Donbasit që ka ngelur, të edhe 1% tashmë është marrë për rusëve dhe me sa dihet Zelenski ka refuzuar këtë, domethënë, dhe amerikanët kanë insistuar me forcë që Zelenski ta pranonte. Nga ana tjetër, domethënë, sikur janë bërë lëshime, po këto janë bërë lëshime, edhe këtu i komentojnë që janë sikur janë për sy e faqe, domethënë, që në fakt nuk ndryshojnë shumë atë fatin e bisedimeve, dhe tashti flitet që dhe Britania e Madhe ka ndryshuar pak taktikën, nëse më përpara Starmer shkonte në konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashti